Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. E di që sy e vesh jeni te ky lajmi pasi që ka pushtuar median sociale. Motra e Gjestit dje ka kthyer në Prishtinë. Shumë lajme ekzistojnë gjithandej që Blerina ka takuar Eglin. Thuhet që ka disa foto, disa video të cilat unë sot nuk dua që të bëj diçka publike pa i verifikuar një herë, dhe në qoftë se këto fotografi janë të vërteta, pres që korespondentët e mi dhe miqtë të mi, do me thënë të cilët unë i kam koleg të më sjellin, do t'i bëj publike. Pikërisht një herë dua të flas për këtë lajmin që është bërë publik, ku thuhet që kjo Blerina, më falni, ka takuar Eglin në Prishtinë dhe kanë kaluar një kohë të dyja së bashku. Blerina, për kuriozitet në storin e saj, do me thënë këto lëvizjet e vogla mua më çojnë të dyshoj shumë se që të tre ka një marrëdhënie shumë të mirë. Tani Blerina, kur Gjesti ishte në Big Brother, bënte namin duke mbështetur. Me daljen nga Big Brotheri nuk poston edhe këngën e Gjestit në story, njëjtë siç nuk poston në story as Egli, por ashtu siç nuk poston edhe Gjesti për shembull këngën e Eglit apo një foto me Blerinën me motrën e saj. Gjesti, Blerina dhe Egli po bëjnë disa lëvizje që lënë shumë gjëra për të kuptuar. Egli dhe Blerina nuk vazhdojnë të ndiqen akoma në rrjetet sociale. Blerina vazhdon, do me thënë, duke nxjerr story, për shembull natën e mbrëmshme kishte nxjerr një story ku sipër në video po ta shikoni tek ajo pllakata shkruante Rruga Kodra e Diellit, Mali Shevë, nëse nuk gabohem, do me thënë ishte një rrugë që të çonte andej, që nënkupton se është në Prishtinë, do me thënë Rruga Kodra e Diellit ndodhet në Prishtinë, ka ardhur në Prishtinë, por është të thënë që është takuar me Eglin. Unë në fakt dua që Blerina dhe Egli të takohen dhe dua që kjo marrëdhënie të vazhdon. Nuk jam kundër kësaj pjese, por lëvizjet e tyre lanë diçka shumë të madhe për të kuptuar. Tani Blerina ishte një fanse e zjarrt e Gjestit që po mbështette, po i qëndronte pranë, po bënte tifo të madhe kur Gjesti ishte brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Nuk e kishte përse ta bënte, sepse dihet se të gjithë motrat, vëllezërit i kanë mbështetur familjarët e tyre, por menjëherë pas daljes nga Big Brotheri, Gjesti ja ndaloi dhe Blerinës dhe Eglit të nxjerrën foto me të. Çuditërisht, edhe Blerina ka nxjerrë foto natën e parë, edhe Egli ka nxjerrë foto natën e parë. Do me thënë, ndoshta janë takuar që Blerina t'i thotë që më falë për këtë lëvizjen që unë bëra, shtrëmbova gojën pa arsye, ndoshta marrëdhënia e tyre vazhdon të jetë në rregull dhe Gjesti dhe Egli kanë përzgjedhur këtë formë të marketingut dhe unë dyshoj shumë që janë bashkë për faktin sepse Gjesti, në qoftë se nuk do t'ishte për shembull bashkë me Eglin, pse duheshte t'ia ndalonte Blerinës mbështetjen publike. Blerina nuk po bën asnjë story më për Gjestin, nuk po nxjerr asnjë gjë për Gjestin, do thënë Gjesti këtu e ka ndaluar Blerinën që të përdorën Gjestin sepse ndoshta i pengon që jeta personale, private të bëhet e famshme në krah të Gjestit. Dhe Eglin, Gjesti e quan jetën e tij private, që do të thënë Instagramët nuk i përdorin as për foto qefi, do të thënë nuk kemi asnjë foto në Instagram të Gjestit duke pirë kafe për shembull me DJ Gimbon. Të nxjerrin thjesht ti foto të përshëndesin publikun. Do të thënë profilet e tyre i kanë kthyer vetëm në profile oficiale për punë. Nuk ka më fotografi qefi, nuk ka më video me shok, nuk ka më video me familje. Do të thënë komplet e kanë fshirë këtë dhe këtë gjë e bëjnë të dy, si Gjesti dhe si Egli. Për shembull Egli nuk ka nxjerrë një foto me Jonën, Egli nuk ka nxjerrë një foto me nënën e saj. Egli nuk ka nxjerrë një foto me babain, Blerina nuk nxjerrën foto me familjen, Gjesti nuk nxjerrën foto me miqtë me familjen, do të thënë, të paktën Gjesti dhe Egli Instagramin e tyre e mbajnë vetëm për gjërat e punës. Dhe kjo është një dyshim super i madh. Tani, a do të bëj Gjesti të njëjtën gjë në vazhdim, sepse më herët Gjesti nuk e ka pas Instagramin kështu. Do të thënë Gjesti e fshiu krejtësisht të kalumen e tij, Egli e fshiu krejtësisht të kalumen e saj, i hoqi të gjitha fotot, i hoqi 90% të reelsave, dhe në çfarë projekte ka punuar dhe nisën një rrugtim të ri.
Do me thënë, nga zero, filluan gjithçka të re. Dhe kjo tregon që çifti është bashkë dhe me ka stile, nuk i postojnë këngët e njëri tjetrit, që të mbajnë publikun më aktiv në këtë formë. Sepse në këtë formë publiku është më aktiv, është më në zë, është më interesuar, don të dinë më shumë për të, klikon më shumë për to. Dhe jo më kot kënga e Eglit shkoi 1 milion, sepse të gjithë e morën si një mesazh për gjestin. Dhe një takim mes Blerinës, dhe jo më kot Blerina mbrëmë nxori këtë videon, që me njëherë të vërshon lajmi që Blerina ka ardhur në Prishtinë, do me thënë lëvizjet e tyre nuk janë lëvizje kot, janë lëvizje për t'i dhënë informacion publikut. Dhe këto lëvizjet po komentohen. Gjithsesi, unë jam i lumtur që ato të vazhdojnë dashurinë e tyre, jam i lumtur që ato të vazhdojnë jetën e tyre, por do t'i kisha lutur që të jenë edhe pak më shumë transparent me publikun për të kuptuar rreth marrëdhënieve të tyre.